emision u mundsua pjesërisht nga Floka Salon & Spa, ku bota e bukurisë dhe kënaqësisë ju pret përzemërsisht. Të nderuar televizionistët të ngjatjeta, java kaloi shpejt besoj, si për ju ashtu dhe për ne që përgatisim pasqyrën shqiptare, dhe ja ku po takohemi sërish me dëshirën e përbashkët se 30 minutat në vazhdim do të jenë sa interesante po aq edhe të larmishme. Në segmentin e parë do t'ju sjellim të rejat më të fundit nga komuniteti. Në të dytin një reportazh mbi Kalan e Kaninës, ndërsa të fundit do t'ja kushtojmë këngës së lehtë shqiptare. Shikim të këndshëm. Kemi kaluar kështu me këto pamje në kronikën tonë të parë për sot me zhvillimet e fundit në komunitet. Të shtunën e kaluar, kamera jon ishte e pranishme në Maple Banquet Hall në Mississauga, ku u mbajt mbrëmja tradicionale festive me rastin e festës së Fitër Bajramit. Merrnin pjesë disa qindra bashkëdhetar, mes të cilëve binte në sy prania e shumë të rinjve dhe të rejave, si dhe familjarëve me fëmijë të vegjël. Si çdo vit, edhe kësaj radhe ëmbëlsirat u sollën nga vetë pjesëmarrësit. Një traditë e bukur kjo që vijon të ruhet, sikurse edhe gatimet në kuzhinë ishin të gjitha vepër e duarve të antarëve të Këshillit të Xhamisë, që ofrojnë me këtë rast punën e tyre vullnetare. I falenderoj të gjithë xhamatit që kanë ardhur të festojnë ditën e Fitrit të Bajramit. Edhe ju falenderoj shumë të gjithëve, edhe të gjithë vëllezërit tonë shqiptarëve, ja uroj këtë ditë madhore. Spari të gjithë dëshiroj të përshëndes nga zemra me përshëndetjen e xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, lumturia, harmonia dhe begatia e Zotit qoftë mbi të gjithë ju. Është festë madhështore për të gjithë besimtarët ande mban botës, po kur ka festa të cilat janë mund të quhen lirisht universale, që mund të thom janë edhe botërore, se të gjithë kanë nga një mirësi prej këtij vendit, prej këtij rasti, prej kësaj kohe, prej kësaj dite, prej këtij momenti dhe prej kësaj feste të Fitër Bajramit. Është normalisht përfundimi i muajit të Ramazanit, agjërimit dhe gjithë lutjeve, ibadeteteve tjera që kemi bërë në këtë muaj, dhe prandaj është gëzim për të gjithë besimtarët, duke shpresuar që Zoti i Madh na i ka pranuar të gjitha lutjet dhe veprimet tjera ibadete që i quajmë neve në lidhje me besimin, në lidhje me muajin e Ramazanit dhe çdo gjë tjetër që është dhënë nga ana jonë, qoftë ajo shpirtërore apo materiale, inshallah te Zoti është pranuar. Dhe të gjithë po ju them se shpeshherë bëhet një pyetje shumë me rëndësi, që duhet të themi pse po agjërojmë Ramazanin, pse e mbajmë Ramazanin. Ne si imam le ta japim këtë përgjigje duke thënë se Ramazanin ne e mbajmë për ta përforcuar besimin dhe për të treguar se me të vërtet jemi duke çuar urdhrin e Zotit në vend. Për çështje tjera medicinale le të përgjigjet mjekët, të cilës është profesioni i tyre. Ju falenderoj shumë për kohën, për urimet dhe ju uroj edhe unë për shumë vjet gëzuar Fitër Bajramit. Faleminderit të gjithë bashkëdhetarëve, gjithë muslimanëve, posaçërisht bashkëdhetarëve, ju dëshiroj çdo të mirë, gëzuar Bajramin me fat në familjet të tyre, mirësi, lumturi dhe harmoni, dhe si gjithmonë nuk ndahem nga ajo duke dëshiruar bashkim kombëtar kudo qoftë që të jemi. Gjithë trojat shqiptare ju faleminderit. Të dielën e kaluar më 27 shtator në Woodbridge Indoor Soccer Center, në kuadrin e kampionatit të Ligës Amatore për Ontarion, skuadra shqiptare Kosova e drejtuar nga sponsori Faik Shabani, u ndesh me një përzgjedhje e lojtarësh me origjinë serbe. Prania e mbështetësve të skuadrës fliste qartë për dëshirën e të gjithëve përfitore. Dhe kjo dëshirë nuk mungoi as në fushë. Pothuajse gjatë gjithë ndeshjes lojtarët tanë sulmuan vazhdimisht duke e mbajtur në presion kundërshtarin, por paditur të shënojnë. Kjo i dha mundësi ekipit kundërshtar të kundërsulmojë dhe në disa nga këto kundërsulme ata arritën të shënojnë dhe golin e parë. Me gjithë barazimin e shpejtë, Kosova nuk arriti të tregojë qartësi përpara portës së serbëve, duke humbur raste pas rastesh. Nga ana tjetër, kundërshtarët u treguan më të qartë në veprimet e tyre kundërsulmuese, duke shënuar edhe 3 gola të tjerë. Ndeshja u mbyll pra me rezultatin 4-1, një humbje e papritur për skuadrën shqiptare, që ndaj këtij kundërshtari ka shënuar vetëm fitore në kampionatet e fundit. Më 26 shtator 2009 filluan nga mësimi klasat shqipe që financohen nga qeveria kanadeze përmes Toronto District School Board. Janë disa klasa që funksionojnë një herë në javë për fëmijë të moshave të ndryshme që dëshirojnë të mësojnë gjuhën shqipe, si dhe të marrin bazat e para të historisë dhe gjeografisë së vendit tonë.
Mësuesit janë të kualifikuar dhe të përzgjedhur nga bordi shkollor dhe me përvojë tashmë disa vjeçare në ndërtimin e këtyre klasave këtu në Kanada. Për më shumë informacion për regjistrimin e fëmijëve në klasat shqipe, si dhe vendodhjen e tyre, ju ftojmë të vizitoni faqen zyrtare të pasqyrës shqiptare, ku do të gjeni edhe web lidhjen e nevojshme. Ylli i muzikës së lehtë dhe asaj popullore të përpunuar Aurela Gaçe mes shqiptarëve të Kanadas më 3 tetor të shtunën në mbrëmje. Telefononi menjëherë për bileta në numrin që shfaqet në ekran. Qilieta, Ingridioni dhe Labi të 3 në koncert për shqiptarët në Kanada, të shtunën në mbrëmje më 3 tetor në Club V, 88 Yorkville Avenue në Toronto. Siguroni biletat që tani duke kontaktuar Flair Entertainment. Pasqyra shqiptare falenderon Arjan Mahon, agentin e shitblerjes së pronave, për mbështetjen që dha në realizimin e këtij emisioni. të pa lot që t'erdhen në sy e unë kam kohë që s'qaj por jeta ëndrat në kur t'i kthem jetoj çdo çast e kuze qesh ashtu jetoj kokën ngre e marr jetën ashtu si vjen kur ti të zgjon edhe natën s'jen. E si mund të rri unë duke të par lot që t'erdhen në sy unë kam kohë që s'qaj kohë që s'qaj kohë që s'qaj e si mund të rri e si ta it's